ka në kontroll, ai thotë unë si që këtej, pra nuk e vendos ti. Po, e qartë. E gjitha kjo. Dhe në këtë gjatë kësaj bisede, Trumpi deklaroi pasaj që folëm edhe për zhvillime të mëdhutjeshme ekonomike që do të jenë shumë të favorshme për të dyja palët në rast se lufta ndalen, pra përfshin në të gjithë tregtinë. Dhe kryesorja në këtë takimi ka të bëjë jo me çështjet e Ukrainës, por ka të bëjë me çështjet të futjes të një lufte të padëshiruar midis Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Rusisë, të një lufte që do të vinte për shkak të atyre quhet false flag operation. Për arsye se tashmë disa vende evropiane të nxitura nga Ukraina dhe së bashku me Ukrainën, kryesorja është Anglia në këtë mes, edhe Franca, me gjithë retorikën idiote të von der Leyen edhe të ministres të jashtme Kaja Kallas, të cilët po nxisin një përplasje me Rusinë dhe palët, duke qenë se tashmë janë friksuar se ndonjë false flag operation, pra një operacion i bërë nga këto vende do t'i mund t'i lijej Rusisë në kurriz dhe atëherë do detyronte ndërhyrjen e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe do shkonim drejt një lufte të tretë botërore. Për këtë arsye, ky takim po përshpejtohet dhe po bëhet i shpejt në mënyrë që çfarë do lloj false flag operation të ketë nisur në proces dhe do të thotë që amerikanët, derisa amerikanët kanë pranuar dhe kanë propozuar takimin dhe vërtet biseda erdhi nga Putini, por ama ishte amerikanët ata që propozuan takim në Budapest dhe jo rusët. Pra do thotë që përgatitja e një operacioni të tillë, false flag operation, për të dhënë idenë se Rusia po sulmon Evropën, ka nisur dhe tashmë amerikanët kanë dieni për këtë, por duke qenë se nuk mund ta mbyllin në mënyrë tjetër, atëherë çfarë bëjnë? Organizojnë një takim të përshpejtuar me Putinin. Dhe ti kur takon një takim, do të thonë që neve çfarë do të ndodhi, ne nuk kemi pjesë kësaj false flag operation dhe nuk e ham këtë false flag operation dhe të mbetet të jetë false flag operation. Për të shkuar, drejtën, po. E para, është kjo, pra për të eliminuar këtë përplasje. E dyta, është zgjedhur pikërisht Budapesti sërish, pasi në Budapest, në 93-shën u nënshkrua memorandumi i Budapestit, në rast se mbani mend, memorandumi i Budapestit ku Ukraina dorëzoi armët bërthamore ruse që i posedonte ajo, ja dhanë sërish Bashkimit Sovjetik, u dhanë Rusisë. Dhe ai ishte momenti kyç i cili solli një arkitekturë të re të sigurisë, pra në 93-shin ishte marrëveshje arkitekturës së re e cila u thye, pra në marrëveshje ishte që NATO nuk do të zgjerohej, në atë marrëveshje ishte ajo dhe NATO u zgjerua. Dhe sërish tashmë do të bëhet në Budapest. Pra simbolika është e tillë që të bëjmë sërish të një marrëveshje në Budapest, ku palët tashmë të marrin të arkitekturës së re tashmë. Dhe të diskutojmë arkitekturën e re të sigurisë në Evropë. Dhe pse është arkitekturë e re? Për arsye se e para të thotë që Rusia aktualisht gjatë gjithë kohës ka deklaruar në këto 3 vite gjysmë që ne jemi në luftë me NATO-n. Dhe tashmë ti e sjell këtë person që ka deklaruar që 3 vjet jemi në luftë me NATO-n dhe është realisht faktikisht në luftë me NATO-n, e sjell në një vend të NATO-s. Për takim. Dhe e sjell në Evropë. Do e diskutojmë si. Dhe e sjell në një vend të Evropës, e cila tashmë ka marrë një retorik të madhe për të shkuar në luftë me Rusinë. Edhe Hegseth, në fakt, dritan para se para telefonatës bëri deklarata të forta. Deklaratat e Hegseth ishin deklarata. Ishin thjesht deklarata politike për arsye se ishte rrugës për të marrë pjesë në mbledhjen e ministeriale të NATO dhe të grupit të kontaktit që mbulon Ukrainën dhe bëhet për të bërë jo presion, po për të shtyrë vendet e NATO-s që të vazhdojnë të blejnë armatime dhe të marrin armatime amerikane dhe mund të marrin armatime të tjera. Pra është çështje për nevoja ekonomike dhe politike të tyre dhe hegemonisë, nuk ka të bëjë këtu me luftën ndaj Rusisë, sepse lufta e Rusisë nuk ndryshon asgjë. Çfarë lloj armatimi që të marrin tash, çfarë lloj armatimi të japin Ukrainës. Dhe ju thatë që parë që Tomahawk Trumpi tha, vërtet që Trumpi tha atij që neve na duhen Tomahawkët. Këtë e ka thënë disa herë tjera. Por ama telefonata dhe në telefonatë dyja palë deklaruan që Putini tha që nuk na përbën problem në rast se jepni Tomahawk sepse nuk ndryshojnë asgjë. Ama tha Ama mund të përkeqësojnë marrëdhëniet tona midis SBA-s dhe Rusisë. Pra një përkeqësim i marrëdhënieve diplomatike nuk do të thotë ndonjë problem të madh. Do të thotë që ju mund t'i jepni ato në një sasi të kufizuar, pra ashtu siç kemi biseduar një herë do jepet MK41-shi, jo më shumë se 50 copë, për t'u testuar më shumë se sa ato nuk bëjnë asgjë tjetër, nuk kanë asgjë. Dhe në momentin që do jepet, do shkojmë në një ftohje diplomatike falso, pra thjesht për show, por realiteti nuk ka për qenë tillë. Ti nuk beson dritan te ky takim që mund të prodhoi. Ky takim po bëhet për të fituar kohë të dyja palët, pra po bëhet aktualisht Trumpi është në presion të madh,
nën presion nga të gjithë ata neokonservatorët cilët kërkojnë që Trumpi të japi tomahawkët që nesër. Po, e thot New York Times që Departamenti i Mbrojtjes në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Departamenti i Mbrojtjes, Departamenti i Luftës, ka bërë plane për sjellje dhe për BGM 109 Tomahawk. Ashtu quhet Tomahawku, po lloji që do të jepet është MK-41. E qartë. Dhe problemi është i tillë që të dyja palët, pra Trumpi tashmë ka nevojë për të marrë frymë, sepse ka një presion të madh të brendshëm për t'i dhënë këtë lloj armatimi Ukrainës. Dhe tashmë ti si e merr frymën? E merr frymën duke realizuar një takim me Rusinë. Nuk është se kjo do t'japi 1 vit frymë, 6 muaj frymë, por që t'japi edhe 1 muaj, 2 muaj kohë. E qartë, e qartë. Dhe kjo 1 muaj, 2 muaj kohë ka lëvizje të tjera në terren, ka lëvizje të tjera për qark. Dhe thjesht e dytë dhe kryesorja është që tregon që janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës ato që e kontrollojnë perëndimin. Pra në perëndim nuk ka zë të dytë. Ajo çfarë Evropa flet, pra çfarë flet von der Leyen, Bashkimi Evropian, nuk është zë i dytë. Pse? Sepse Bashkimi Evropian është thjesht një bashkim ekonomik, nuk është bashkim ushtarak. Dhe kjo fakti që ti e sjell presidentin e Rusisë, i cili je në luftë, ke embargo, ke ndaluar, i ke vënë sanksione, e sjell në Evropë. A rrezikon arrestin? Nuk rrezikon arrestin sepse Hungaria ka thënë që nuk e njoh është ajo rruga, nuk e njoh gjykatën ndërkombëtare. Po si do vi deri atje? Shiko, se rruga ishte interesant, se nga do kaloj për të ardhur deri atje ka 2 rrugë që unë mendoj që 2 rrugë do të bëhen. E para mund të jetë rruga që vjen nëpërmjet Rumanisë, pra hyn në Rumani. Ja ku është pak a shumë dritan. Jo, kjo është të janë rrugët e gazit. Po, që mund të përdoren, është edhe tjetra regjia. Atëherë jemi këtu. Njëra rrugë është nga Rumania dhe hyn në Hungari. Pse nga Rumania? Aktualisht gjithë sistemi kundëror në Rumani është Aegis, pra sistemi kundëror amerikan. Kontrollohet prej tyre dhe edhe radarët, edhe raketat Aegis. Dhe në momentin që amerikanët e fikin butonin, kjo nuk funksionon, mbrojtja kundërore e Rumunisë. Dhe normalisht me ndërhyrjen amerikane rumunët mund ta lejojnë kalimin e Trumpit. Dhe vjen në Hungari. Në rast se nuk do ndodh kjo, atë rruga tjetër do të jetë më e gjatë për ta dhe do të vi duke fluturuar këtej nëpër territoret ndërkombëtare dhe vjen edhe hyn në Maltëzi, në Serbi dhe në Hungari. Në Malizi mos harrojmë ka një president serb, pra është i përket serb dhe nuk është shprehur gjithnjë. Biles është presidenti ka thënë që duhet dalim edhe nga NATO. Pra është një president serb i cili nuk ka nuk i zbaton NATO, nuk e zbaton ato dhe është edhe kjo është komandanti i forcave të armatosura, presidenti ai mund të lejojë kalimin. Pra e lejon. Serbia po nuk i ka prishur marrëdhënie dhe e lejon futjen e Putinit ato dhe rruga më është këtej dhe kalon është më e sigurt se sa këtej. Nga Rumania. Më sigurt tej. Por duhet kemi gjë parasysh që edhe në rast se bëhet nga Rumania, edhe në rast se Rumania, atëherë mund që avioni i Putinit të shoqërohet me avion amerikan. Dhe në momentin që shoqërohet me avion amerikan, asnjë nga vendet e Evropës nuk do të guxonte që të hapte zjarr, sepse në radh parë duhet eliminonte avionët amerikan që do të shoqëronin atë dhe kjo do të thoshte që të hynte në luftë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës një herë. Dhe në rast se do të shoqërohet me avion amerikan, atëherë nuk është çudi që të bjerë edhe nga Bielorusia të hyjë në Poloni, në Slovaki edhe të vinë në Hungari. Po, edhe kjo është një rrugë me rrugët janë, varet se si do ta bëjmë, por unë mendoj që rruga më e sigurt dhe më pak probleme është nga Malizi, Serbi, Hungari. Pra kjo është rruga më e sigurt për Putinin, më pak probleme edhe për amerikanët, më pak probleme për gjithë. Për arsye se Malizi ka deklaruar, presidenti Malizi është pro-rus, presidenti Malizi është kundra NATO-s, pra ka deklaruar se që duhet të dalim dhe ai thotë unë nuk e lejoj të kaloj dhe nuk i prish punë, pra nuk ka çfarë. Prandaj ka rrugë për të bërë. Ka rrugë nga cilat mund kaloj dhe thjesht është një problem teknik shumë lehtë i zgjidhshëm për faktin dhe mendoj se është zgjidhur. Pra, kjo që ka dalë publikon, mendoj që kur u bë gjatë kohës që ishte kjo mbledhja e Valdajt para 2 javësh, 3 javësh nëse mbani mend, e pyetën gazetarët Ushakovin. Edhe i thanë çfarë mendimi keni për deklaratat e Trumpit, sapo kishte bërë deklaratë një Trumpi sapo kishte bërë një deklaratë fuqishme kundër Putinit. Edhe ai tha që ekzistojnë deklaratat publike dhe ekzistojnë edhe marrëdhëniet që neve kemi, të cilat janë komplet të ndryshme. Dhe fakti që bëhet publike direkt në një bisedë telefonike që do takohemi në Hungari dhe Rusia thot ok, takohemi në Hungari, pa diskutuar, pa thënë që po prit ta shohim çik se Hungaria, pra do të thotë që palët bisedimet i kanë vazhduar, janë marrë vesh më përpara dhe ajo çka është marrë vesh më përpara tashmë thjesht e bëjnë publike për neve të tjerët që dëgjojmë
Pra i kanë përcaktuar edhe rrugët e kalimit edhe të gjitha. Do dalim i kanë përcaktuar edhe rrugët e kalimit. Pra janë përcaktuar gjithçka, vetëm tashmë bëhet publike ajo çfarë ata janë marrë vesh me kohë. Dhe me kohë mos e ke fjalën për Alaskën dritan, se do dalim pak në Alaskë nga Alaska. Para se dalim aty, domethënë pak a shumë se çfarë u bisedua ndërmjet dhe s'ta mbaroj edhe këtë. Dhe fakti që ti po shkon në një vend të NATO-s dhe po të merr në mbrojtje një vend tjetër i NATO-s, pra janë dy vendet NATO-s, Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Hungaria, cilët të marrin në mbrojtje në moment që të hynë në territoret e NATO-s, pra hynë në territorin e NATO-s, kjo do të thotë që vim të ajo që NATO nuk është në varësi dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës po duan të tregojnë Bashkimit Evropian, von der Leyen, Kallasit edhe gjithë tyre të tjerëve, të marrëve të tjerë, të thonë që NATO nuk është në kontrollin tuaj, është në kontrollin tonë. Ju nuk e komandoni dot NATO-n. Sepse tashmë ata po flasin më të madhe, nëse keni dëgjuar von der Leyen kudo që po thotë ne dorëzojmë avionët rusë që do hynë në territorin. Rute thot mezi po presin. Jo, Rute nuk thot ashtu, në mbledhjen që bëri para një jave është me figurë me z e filmuar dhe në mbledhjen Rute thot tekstualisht që nuk do të dorëzojmë asnjë avion rus që hyn në territorin e NATO-s, që nuk ka qëllime për të sulmuar, por në rast se hyn në territorin e NATO-s, neve do ta shoqërojmë atë për ta nxjerrë nga territori i NATO-s, por në asnjë mënyrë thot nuk do ta arrëzojmë. Okay. Pra ka ndryshuar edhe rute qëndrimin. Pra do me thënë që NATO ka marrë një qëndrim tjetër dhe kjo po i tregohet Bashkimit Evropian që ju nuk jeni nën kontrollin e NATO. NATO ne kontrollojmë ne, se kontrolloni juve. Dhe Bashkimi Evropian nuk është fuqi ushtarake, pra s'mund të rrëzojë askënd, po qëse nuk angazhohemi neve, pas qëse s'angazhohet as Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra Trumpi po i tregon që këtu zot shtëpia jamon, pra unë jam mbreti. Dritan. Pra në telefon a këtë që pak a shumë sqaruam që Tomahawk, çfarë u diskutua në telefonatën e Trump me Putin. Tomahawk nuk do ndryshojnë situatën në terren. Prandaj po them që mund të jepen në një kohë të mbyllja e konfliktit do të hap mundësi ekonomike shumë të mëdha për të dy vendet. Kanë rënë dakord për të takuar në Budapest. Kemi edhe këtë, Dritan, do doja një koment për këtë. Putin gjithashtu tha që forcat e ruse e kontrollojnë tërësisht iniciativën strategjike në front. Çfarë do të thotë kjo? Nuk është prej 3 vite e gjysmë që janë këto luftime, Rusia nuk e ka humbur asnjëherë iniciativën strategjike. Pra ka vazhduar të qëndrojë vendimit strategjik të saj dhe nuk e ka humbur as iniciativën strategjike, as iniciativën operacionale. Mund të ketë humbur në disa vende ndonjëherë iniciativën taktike, ku ka pasur iniciativën taktike edhe atë të humbur e ka bërë me qëllime të caktuara për nevoja strategjike, pra ku ka pasur tërheqje të trupave ruse dhe lëshim territori. Pra është bërë për nevoja strategjike. Nevoja strategjike në aspektin, për shembull, të jap një rastin e fundit, tashmë që po sulmojnë në Pokrovsk rusët, para një muaji ndodhi që rusët sulmonin Pokrovsk dhe arritën një rezistencë të madhe. Po sulmonin Pokrovsk dhe në njëjtën kohë, diku të rreth 200 ca kilometra më tutje ishte në Liman. Pra rusët po sulmonin në Liman. Në Liman rusët arritën një rezistencë të madhe të ukrainasve. Për arsye se ishte njësi speciale ukrainase që luftonin dhe nuk arrinin ta çanin. Atëherë çfarë bën rusët? Luajtën këtë lojën strategjike. Filluan të tërhiqnin trupat nga Pokrovsk dhe në rast se mani mend para një muaji Ukraina deklaroi që neve morëm 200 ca kilometra nga Pokrovsk. Dhe si i morën këto? Në momentin që rusët filluan të tërhiqnin, atëherë çfarë bën? Ukrainasit morën forca nga Limani dhe i çuan në Pokrovsk sepse kujtuan se rusët me të vërtetë po tërhiqen. Në momentin që çuan, dobësuan Limanin, në momentin që dobësuan Limanin, atëherë çfarë bën? Rusët ndërmorën një ofensivë në Liman dhe arritën të merrin ato territorin në Liman të cilat nuk po i merrin dot që disa muaj. Pra kjo është iniciativa strategjike. Pra ti lëviz në të gjithë vijnë frontit iniciativën e Kamuna. Ndash në tërheqje, ndash në ashtu. Dhe ty të jap vetëm të lë mundësisë e iniciativës taktike, po edhe ajo e dirigjuar nga ana ime, kurse operacionale dhe strategjike mbetet e imja. Dritan, ndërkohë pak a shumë këto ishin ato që pretendonte ai që konsiderohet, le të themi, Yuri Ushakov, ndihmësi personal i Vladimir Putin. Ndërkohë, regjia kam edhe deklaratën e presidentit Trump për sa i përket bisedës telefonike, domethënë pak më parë e nxorrët duhet jetë që ta analizoj bashkë me Dritanin se si e vlerëson presidenti Trump këtë telefonat, që ti marrim me detaje. Nëse është mundur, është një nga ato ja, kjo duhet jetë, Dritan. Sapo kam përfunduar një telefonat me presidentin Putin, ishte shumë produktive. Më uroi mua dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës për arritjen e madhe të paqes në linjën e mesme. Kjo që është diçka që vendet e kanë ndërruar prej shekush, kështu thot Trump për Putinin.
mendoj që suksesi në lindjen e mesme do të ndihmojë për një negociat për të mbaruar dhe luftën Rusi-Ukrainë. Më falenderoj për këtë, ishte shumë vlerësues, kaluam shumë kohë përsa i takon një bisede tregtare midis Rusisë dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës kur lufta të mbarojë, pra për potencialin paga shumë të dy palët janë dakord, flitet edhe për zonjën Melani, për le të themi negociatat e zonjës Melani për fëmijët, për të marrë këto fëmijët që quhen abducted nga Rusia. Kemi rënë dakord që do bëjmë një takim të nivelit midis këshilltarëve javën që vjen. Do drejtohen nga Marco Rubio, do të vendoset se ku do ta bëjnë këta takimin, do mundohemi dhe kjo është të arrijmë që kjo luftë e pa, le të themi, inglorious, e pa lavdishme, të marrë fund dhe ky është qëllimi jonë. Ndërkohë kemi edhe takimin me presidentin e Ukrainës, Zelenski. Dy janë kryesorët. Pra, jo shihni këtë. Harxuam një kohë duke biseduar për marrëdhëniet tregtare midis Rusisë dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës kur lufta të mbarojë. Se është kjo bazë. Para një jave është mbajtur në Kinë mbledhja 27 e dialogut strategjik midis Kinës dhe Francës. Kinë-Francë. Po, Kinë-Francë. Kanë një që diku 12 vjet bëjnë 2 herë në vit dhe më shumë kanë një mbledhje përballë dhe quajnë dialogu strategjik Kinë-Francë. Dhe në këtë dialogun strategjik Kinë-Francë e ka udhëhequr këtë mbledhje kanë udhëhequr dy, pra e ka udhëhequr ministri i jashtëm kinez dhe këshilltari diplomatik i presidentit Macron. Dhe në hapjen e kësaj mbledhje, këshilltari diplomatik i presidentit Macron para një javë gjysmë në hapjen e kësaj mbledhje deklaroi që Franca është kundër çdo lloji lufte tregtare. Deklaroi në Kinë. Po. Pra, që shkon kundër qëndrimit amerikan për luftën tregtare me Kinës dhe domethënë e para që do të thotë që ne do vazhdojmë tregtinë me Kinën, pra nuk dëgjojmë Shtetet Bashkuara të Amerikës që thotë ndërpresni tregtinë me Kinën. Ne do vazhdojmë tregtinë me Kinën. Kinë BE i bie. Kinë BE. Për këtë arsye, ai thotë tashmë Rusi-Amerikë. Tregtia Rusi-Amerikë. Okej. E kuptoni dhe pse zgjidhet Budapesti? Hungaria. Sepse Hungaria është një vend tjetër që ka marrëdhënie me Kinën ekonomike dhe tregtare dhe ku Evropa e ka kërkuar mbylljen e Hungarisë. Dhe Hungaria ka kundërshtuar. Po, përjashtimin. Kundërshtimin. Po. Pra, e kuptoni si luhet, pra e gjitha kjo është e nevojshme të bëhet në Evropë, ku ne vendosim marrëdhënie me Rusinë, ju vazhdoni marrëdhënie me Kinën, por ama marrëdhëniet me Kinën sërish janë të varura nga Hungaria, sepse aty është hyrja, nga Polonia ku ne kemi hyrjen, edhe nga Rusia. Marrëdhëniet me Kinën. Jo, shumë e qartë është, shumë e qartë. Ndërkohë, po, ajo kryesore është në një vend takim të marrë vesh më agreed, pra, të marrë vesh upon location, po. Pra, të marrë vesh. Po. Agreed upon në një vend që kemi rënë dakord më përpara. Pra do thotë që në Budapesti është rënë dakord më përpara, ajo që shpjegova, pra jo në këtë mbledhje. Jo në telefonat. Palët janë marrë vesh shumë më përpara dhe tashmë kjo është thjesht është rënë dakord publike, pra është rënë dakord më përpara. Është një përgjigje po thua ti dritan e lëvizjes që ka bërë Franca apo BE-ja nëpërmjet Francës me Kinën. Është një lëvizje që po bën BE-ja dhe Franca me Kinën, pra BE-ja nuk ka pranuar të prishin marrëdhëniet me Kinën tregtare dhe tashmë edhe Rusia thotë, "Ok, ne vendosim marrëdhënie tregtare me Amerika thotë ne vendosim marrëdhënie tregtare me Rusinë." Dhe diskutojmë edhe çështjet e sigurisë të arkitekturës së re sigurisë në Evropë. Arkitektura e re e sigurisë. Prandaj është zgjedhur simbolik Budapesti, sepse Budapesti tash është arkitektura e vjetër, pra tashmë Budapesti është në arkitekturën e vjetër të sigurisë. Aty nisi zgjerimi, pra aty u premtua mos zgjerimi dhe nisi zgjerimi. Dhe Hungaria është vendi i parë i cili hyri në NATO. Pas atij zgjerimi, prandaj është zgjedhur në mënyrë simbolike, pra në këtë zgjerim ne këtu ndalim, këtu vim dhe këtu e ndalim. Rikthehemi sërish këtu dhe vendosim këtu kufirin. Këtu e vendosim këtu kufirin dhe këtu bëjmë një marrëveshje të re të arkitekturës të sigurisë evropiane, atë që ka kërkuar Rusia. Dakor, kjo është presioni pastër politik ndaj Bashkimit Evropian. Presioni pastër i Amerikës, po. I SBA-ve. Ndërkohë, dritan në Alask patëm një takimin e parë midis Trump dhe Putin. Me njëherë pas telefonatës ka qenë reagimi i le të themi të dërguarit të
të Putin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kirill Dmitriev, i cili ka sjell në vëmendje dhe njëherë një hartë shumë interesante, regjia duhet ta kem, të Khrushchevit me Kennedy më duket, po duhet ta shoh edhe një herë që ta risipo. Kennedy Khrushchev ka qenë përpjekja për ta lidhur me tokë Alaskën me Rusinë, çka është simbolika, le të themi, e një ribashkimi, me që jemi tek diskutimi i lëvizjet mëdha gjeostrategjike. Pra Kirill Dmitriev risjell dhe një herë këtë urën e paqes që duhet dhe ndërtuar midis Alaskës dhe Rusisë me një herë. Kjo nuk është, pavarësisht se e kanë bërë Khrushchevi dhe Kennedy, është një ide vjetër e Pjetrit të madh të Rusisë. Pjetri i madh të Rusisë kishte idenë që të lidhte Rusinë dhe Amerikën Veriore me tren. Pra, është një hartë shumë e vjetër. Po, tani hartën e posedoj, do të isha çuar PV. Është një hartë shumë e vjetër. Jo, këtë ka publikuar Dmitriev, i dërguari i Putin. Kjo harta është harta në kohën e Pjetrit madh. Pra që atëherë ka dhe një këtë reagimin Twitter, ja ku është reagimi i Kirill Dmitriev. Dhe bazën e kësaj idesë të Pjetrit të madh është ndërtuar Transsiberiana, pra hekurrudha transsiberiane është ndërtuar me këtë qëllim, që të lidhi Amerikën me Rusinë. Eurazin me Amerikën. Për këtë qëllim është ndërtuar ajo hekurrudha dhe aty del komplet pra. Ja ku është idenë kjo që ka publikuar sërish Kirill Dmitriev, Po. Dhe ka dy mënyra, ose me urë, tashmë është propozuar që të bëhet me tunel poshtë. Me tunel që kushton 8 miliard dollar. Nuk mendoj se kjo do të arrihet. Jo, le të ndërtojmë një të ardhme së bashku, nisur nga fakti që i mundësisë së një bashkëpunimi. Po është një ide vjetër e Pjetrit të Madh, pra Pjetri i Madh e ka propozuar i pari këtë ngritjen me hekurrudhë. Dakor. Ajo që pam. Ajo që pam. Me hekurrudhë. Ndërkohë, simbolika dritan. A do kemi një bashkim se unë ndjek Shiko, nuk ka bashkim. Problemi është futja e kësaj e këtij marrëdhënie ekonomike SBA-Rusi. Ngritja e kësaj marrëdhënie ekonomike nxjerr jashtë lojë Evropën. Pra deri më sot marrëdhëniet ekonomike kanë qenë Bashkimi Evropian e Rusi. Dhe Rusia dhe Bashkimi Evropian në këto marrëdhënie ekonomike duke marrë gazin e lirë, lëndën e para të lirë dhe duke marrë materialet e lira nga Kina, u bë fuqi ekonomike. Në momentin që i ndërpreu këto, fuqia ekonomike e Bashkimit Evropian filloi të binte. Fuqi ushtarake nuk ishte, vetëm fuqi ushtarake në Bashkimin Evropian ishte prezenca amerikane. Dhe tashmë Shtetet e Bashkuara të Amerikës duke hyrë në këtë marrëdhënie tregtare me Rusinë, e para do të japin frymëmarrje ekonomisë tyre dhe e dyta e gjithë kjo lëndë që do të funksionojë këtej do të shkojë edhe për Evropën. Pra ata po shohin të mbulojnë edhe Evropën dhe të përfitojnë dy fish. Pa nuk është një përpjekje për ta marrë Rusinë për ta shkputur nga Kina dritan? Jo, nuk është përpjekje për ta shkputur nga Kina, për arsye se Kina do të vazhdojë të marrë energjinë, pra gazin natyror do të vazhdojë ta marrë nga Rusia. Investimi i asaj tubacionit të gazit të Siberi 2-shit që janë marrë vesh, pra është bërë dakord edhe që do fillojë të ndërtohet nga Kina për nevojat e saj, pra do vazhdojë në këtë mënyrë, nuk do ta ndalin dot. Prandaj nuk ka largim në këtë aspekt. Shiko, problemi është ne po jetojmë në një botë marrëdhënieve ndërkombëtare, të një botë globaliste, dhe kjo bota globaliste tashmë deri në farë kohe ekzistonte pa ideologji. Tashmë kemi filluar të fusim sërish ideologjinë. Dhe në këtë ideologjinë që po futet, i miri, i keqi, ne jemi të mirët, ata janë të këqit në këtë aspektin. Kësaj aktualisht po shkohet drejt përcaktimit dhe definimit të kufive. Pra do të shkojmë drejt një lufte të ftohtë, po jo izolacionaliste, siç ishte lufta e parë e ftohtë. Do të shkojmë drejt një lufte të ftohtë, po jo të izoluar. Pra marrëdhëniet tregtare do të shtohen, marrëdhëniet tregtare do të funksionojnë, por marrëdhëniet diplomatike do të jenë të cunguara. Gjatë gjithë kohës. Dritan, nuk e di a do kemi kohë për Venezuelën. Trump ka autorizuar CIA të nisi operacionet për rrëzimin e Maduros. Operacionet e CIA-s në momentin që shikon, në momentin që bëhet publike autorizimi, CIA bën në mënyrë të fshehtë. Pra, operacionet e saj janë ato që quhen covert operation. Dhe në momentin që bëhet publike, kjo do me thënë që janë dy gjëra. E para që përjashtohet
kur ti e bën publike një gjë të tillë, do të thënë që ose nuk merr vesh në atë që po bën, sepse në moment që ti bën publike një marrëveshje të tillë, kur ti autorizon CIA-n për të rrëzuar qeverinë e një shteti, do të thënë ti ke vënë në rrezik njerëzit e kësaj organizate të cilët po veprojnë terren. Po, sepse e ke bërë të qartë që njerëzit anë dhe çdo person që mund të kapet në këtë aspekt, automatikisht në çdo vend e akuzon për puç ose për rrëzim të qeverisë, tentativë të rrëzimit të qeverisë, me objekt dhe është gjithnjë i vdekur. Dhe Trumpi nuk hyn në këtë që po bën diçka publike pa marrë vesh se çka ka bërë. Pra, po e bën këtë publike për arsye se deri më sot, të gjitha tentativat e CIA-s për ta rrëzuar Maduron kanë dështuar. Dhe tashmë, duke bërë publike një gjë të tillë, bëhet me qëllimin që ti ta detyrosh tjetrin të bëjë një veprim. Okay. Të bëjë një veprim të gabuar në këtë aspekt dhe të japësh mundësi kësaj organizate ose forcave të ushtarake të ndërmarrin një veprim për ta nxjerrë zbuluar. E qartë. Pra, ky është qëllimi i kësaj. Kjo nuk do të thotë që filluan sot. Jo. Që në momentin që Trumpi ka ardhur në pushtet, këtë ka pasur. Pra, operacionet e CIA-s kanë funksionuar që në momentin që ka ardhur në pushtet. Dhe ai autorizimi nuk është dhënë sot. Është dhënë që kur ka ardhur në pushtet Trumpi, që para 9 muajsh. Po sot po bëhet publike sepse 9 muaj kanë dështuar dhe tashmë duan që të detyrojnë tjetrin të bëjë një gabim në këtë të trëmbet tashu se o po CIA atje, CIA këtu, dhe ndoshta gabon në veprimet e tij, në daljet e tij dhe t'i japi mundësi që ta eliminojnë. Okej, Dritan, të falenderoj shumë që të kisha, si gjithmonë. Në këtë pjesë të emisionit është bashkuar me mua Klejt Këlliçi, pedagog. Klejt, kënaqësi që të kam. Endri Tafani, ekspert i marrëdhënieve ndërkombëtare, politolog. Endri, kënaqësi që të kam. Endri, Donald Trump deklaroi të paktën para 2 apo 3 ditëve që kemi hyrë tek faza e dytë për sa i përket të implementimit të planit. Trump ndërkohë që në terren ende vazhdojnë, domethënë ka pretendime nga palët, ka pretendime nga izraelitët që Hamas nuk është çarmatosur dhe nga ana tjetër Hamas thotë që Izraeli po vazhdon të godas civil. Çfarë po ndodh aktualisht? Si e shikon, le të themi, fatin e kësaj marrëveshje të vullosur nga Donald Trump? Pretendimi i Izraelit, më sa di unë, është që Hamasi nuk ka dorëzuar 21 trupa të izraelitëve, të cilët janë vrarë dhe pastaj në 7 tetor 2023 dhe pastaj janë marrë trupat e tyre, ose janë marrë si pengje, po janë vrarë gjatë periudhës së luftimeve në Gaza. Pra, pretendimi i Izraelit është që Hamasi nuk është duke zbatuar pikën e parë të marrëveshjes. Se pika e parë e marrëveshjes kishte të bënte jo vetëm me ata që ishin gjallë, rreth 20 persona, por kishte të bënte edhe me trupat. Pra, ky është pretendimi i Izraelit deri tani. Pretendimi i Hamasit për goditje, unë nuk mendoj që ka pasur një goditje në anën e Izraelit në drejtim të Nëse ka te Al Jazeera ka po gjithsesi çfarë ndodh realisht në terren. Çfarë ndodh realisht? Këtë duhet kuptoj. Çfarë ndodh realisht në terren? Këto janë pretendime, është një përplasje midis klaneve të ndryshme që luftojnë në një farë mënyrë për supremaci në zonën e Rifit Gazës. Ke Hamasin, i cili gjatë periudhës që se duhet kuptuar struktura e po themi e arabe të Palestinës, që ka qenë edhe në vende tjera, po që në rastin e Palestinës. Përgjithësi struktura ka qenë klanore, me klane të ndryshme. Po. Siç kemi pasur në Shqipëri fiset. Pra, fisi i Berisheve, fisi i Thaçit, pra, këto që janë fisi i Gasheve e tjerë. Imagjinoni këtë strukturë në vendet arabe. Përgjithsisht ka qenë një strukturë e tillë. Dhe kjo strukturë në një farë mënyrë, kur filloi rezistenca, ishte se thua është një pushtet i dyfisht, pra ishte OÇP-ja e Arafatit, por ishin dhe këto klanë të cilat mbështesnin OÇP-n e Arafatit. Pra kishte se thua është një varësi të dyfisht ata luftëtarët arab. Edhe i përgjigjeshëm OÇP-s së Arafatit, po ishte edhe me klanin e tyre. Nëse klani i tyre thoshte nuk e mbështes me OÇP-n e Arafatit, ata largoheshin nga e qartë. Dhe